Gjysmëfinali e spektaklit më të ndjekur në të gjithë trevat shqipfolse në drejtimin e Vita Production solli në ekranin e Vision Plus emocione të forta, largime të papritura dhe shpalljen e 5 finalistëve që do të garojnë për çmimin e madh. Mbrëmja nisi me një nga momentet më të rëndësishme të garës, shpalljen e finalistit të dytë. Pas një televotimi me Vis Pupën dhe Ilir Shaqirin, publiku vendosi që DJ Bujaka t'i bashkohej Mozës në finalen e madhe. Shkon në finale Bujaka! Një vendim që konfirmoi mbështetjen e fortë të publikut për artistin, duke e çuar atë një hap më pranë çmimit të madh. Gjatë gjithë mbrëmjes ndjehej konkurenca dhe rivaliteti i fortë. Pas finalistit të dytë, fermerët u përballën me një tjetër sfidë që do të përcaktonte finalistin e tretë. Në një garë të fortë mes Sonit dhe Ilirit, këngëtarja arriti të triumfonte duke siguruar një vend të drejtë për drejtë në finalen e madhe. Kështu, pas Mozës dhe Bujakës, të zgjedhur nga publiku, Soni u bë finalistja e tretë e Ferma VIP 3. Ndërkohë fermerët e mbetur kaluan në televotim. Publiku duhet të vendoste se kush do të vazhdonte garën mes Ilirit, Sarës, Romirit dhe Visit. Pas disa minutash votim intensiv, rrugëtimi i aktorit Romir Zalla në Fermën VIP mori fund. Romiri. Një nga personazhet më të dashur dhe të komentuar të këtij edicioni u largua vetëm pak ditë para finales, duke lënë pas një eksperiencë të mbushur me emocione dhe momente të forta. Romir, faleminderit edhe pres në studio. Por gara nuk mbaroi aty. 3 fermerët e mbetur, Visi, Iliri dhe Sara, u përballën në një tjetër sfidë vendimtare. Në këtë provë, vendosi saktësia dhe qetësia. Vis Pupa arriti të shënonte me sukses dhe të fitonte sfidën, duke u shpallur finalisti i 4 i Fermës. Vis Pupa është finalisti i 4 i Ferma VIP! Gjithçka mbeti më pas mes Ilirit dhe Sarës. 2 konkurrentët u përballën në një televotim kok më kok. Vendimi i publikut ishte i qartë. Sara, një prej konkurrentëve më ambicioze të këtij sezoni, ndërpreu këtu rrugëtimin e saj. Largohet sonte Sara. Kështu u kompletua 5 qa finaliste që do të garojnë për çmimin e madh në Ferma VIP 3. Moza, DJ Bujaka, Soni Malaj, Vis Pupa dhe Ilir Shaqiri janë emra që do të përballen në natën finale të 15 qershorit. Një finale që premton emocione, surpriza dhe një mbyllje spektakolare të një sezoni që ka mbajtur të mbërthyer publikun shqiptar për muaj me radhë. Shihemi në natën finale të hënën. Natën e mirë të gjithëve.